Keven? Çka po bën këtu? Përshëndetje, Arta dhe Meti. Erdha mi ju falenderu për punën e bukur që e keni bë dhe pak më ja tregu. Përshëndetje Keven. Riki, më fal, Riki, po ai në regji më tha kërkoj falje paraprakisht. Po. Kështu që kom marrë më ja tregu qytetarëve se qysh televizioni Dugaxhini i përcjell çdo detaj edhe i bën çdo raportim këtu nga studio, për shkak se në terren na kanë pa dhe na kanë raportu me saktësi. Kështu që pe orës 6:30 kjo studio u kon çdo moment në raportim të çdo lajmi, apo pozitiv apo negativ, apo Arta. E kjo ishte Okej. Kjo do më thonë është studia e televizionit Dugaxhinit gjatë zgjedhjeve të datës së sotme, kështu që së bashku me mu kena më shku edhe me e pa edhe një pjesë të ekipës tjetër që e bën edhe një punë edhe më të palodhshme, po ata nuk i sheh kërkosh. Kështu që para se mu bë edhe pak ndoshta lufta e zgjedhjeve pak më e vrasht, edhe me pas më shumë fluks të madh të lajmeve, incidenteve ose edhe jo incidenteve, unë po vazhdoj më ju tregu disa punëtor tjerë që ëndër e kanë më dalë në kamerë, po që fati ata dashtin regjin dhe jo gazetarin, dhe tashun po shkoj pak, edhe ndoshta e doj një screenshot aty bashkë me mua, nuk ka lidhje. Domethënë, kjo është regjia e televizionit Dugaxhinit, po mdoket që këta nuk e dojnë shumë kamerën i kanal dritat, po une, ja dhe zi dritat, kjo është ekipa që gjatë gjithë ditës janë ndru, edhe kanë bo një punë palodhshme, nësi thojna me emna, këto e kena Florimin, Jonin, Citin, Metin, Regjen, Aganin, Kushtrimin, Vloren dhe Sofien. Faleminderit shumë regjia. Arta edhe Riki po besoj njohin, kështu që edhe teleshikuesët nderuar të televizionit Dugaxhinit për njëni prej tash regjinë e televizionit Dugaxhini, kështu që unë po e vazhdoj linjen direkt Artës dhe Rikët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Keven se mandej të hidhrohen ata tjerë, ka shumë se ata që ishin aty, pro njerëz që kanë punuar gjatë gjithë ditës dhe do të vazhdojnë të punojnë, po Meti shkoj me statistika. Do t'i përmendim